Hyrjen e festivalit e implovizuan me prodhimet e tokës së Krushës së Madhe. Kurse brenda hapësires ku do të mbahet Chili Fest, u rreshtuan shtandet ku fermerët e kësajane, por 3 ditë me radhë do të ekspozojnë produktet që i kultivuan me duart e tyre. Prandaj, më 7, 8 dhe 9 gusht, të gjithë ata që do të vinë këto kanë shumë çka për të përjetuar. Do të jetë agrotregu, do të jetë sofra krushiane, më pas, më vonë do të jetë edhe gara Kushembush, një garë që për të mbushur thaset me spec, dhe në fund fare lartë si për fshatit, në lëndinat e fshatit, do të jetë edhe koncerti sot edhe nesër. E aktivitetet si ky, për bashkëdhetarët bën shpesh edhe arsyeja kur i caktojnë datat e pushimeve të tyre. Janë madhështore, domethënë takojmë shumë njerëz, takojmë shumë bashkëdhetar, riaktivizohet malli i punës së bujqësisë, kur kemi bërë atëherë dhe tash i shohim produktet bujqësore se si kultivohen, ka një modernizim, ka një avansim të gjitha porët e jetës. Si me festivalin, fermerët e Krushës mburren fort edhe me ato që i punojnë në tokat e tyre, por megjithatë këta po i brengos një gjë. Para 10 viteve, këtu në mund këtë qesh ku imi sot, kanë vlu produsit, kanë ardhe nonat tona direkt, kanë bu hajvarin, direkt të reshelin, ka që kanë pas një vullnet, ja pa që po humbët. Pas ditën e së premtës, u hapën dyert ku bë parakalimi unik i kulturave bujqësore, e ushtruan edhe sofrat krushiane me ushqime tradicionale.